Ousmane Dembélé është kandidati kryesor për të fituar topin e Art 2025, sipas një analize të avancuar nga firma franceze e inteligjencës artificiale Avizia. Përmes modelit të saj të njohur si Avizia Player Index, kompania ka parashikuar 72% shanse që sulmuesi i Paris Saint-Germain të shpallet fituesi këtij çmimi prestigjioz. Ky algoritëm ka pasur një saktësi mbi 90% në parashikimet e mëparshme, duke përfshirë edhe renditjen e tretë parëve të topit të Art 2024. Dembélé ka pasur një sezon të jashtëzakonshëm me Paris Saint-Germain, duke shënuar 33 gola dhe dhënë 15 asiste në 49 ndeshje. Ai ka ndihmuar klubin të fitojë titujt e Ligës 1 dhe Ligën e Kampionëve, duke kontribuar në fitoren 5-0 ndaj Interit në finale. Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ka lavdruar performancën e tij, duke e quajtur atë lider të vërtet dhe mbështetur për topin e Art. Në garë për çmimin janë edhe lojtarë të tjerë të spikatur si Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah dhe Rafinha, por Dembélé mbetet favoriti kryesor për ta fituar këtë vit.